Imam Buhariu Muslimi shënojnë nga Burera se Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, kur shkon në xhami për të falë namazin me xhamat, Allahu subhanahu wa taala për çdo vajtje në xhami, për çdo herë që ai shkon në xhami, i përgatit një gosti, i përgatit një pritje në xhenetin e tij për çdo shkuarje. Çdo herë që ne shkojmë në xhami, çdo herë që ne i bashkohemi bashkësisë për ta falë namazin me xhamat, Allahu subhanahu wa taala bë ka gati një gosti për neve në ditën e gjykimit kur të him në xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Imam Ahmedi dhe Ibn Majah hadithin që Albani vlerëson si sahih nga Burera transmetojnë se Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka ndonjë musliman që e bën xhamin vend të vetin për namaz dhe dhikr. Nuk ka musliman që përkushtohet atë shumë xhami saqë e ka vendin e tij të faljes dhe vendin e tij të dhikrit. Do thotë nuk e ka vend të rrallë, nuk e ka vend her pas here, nuk e ka vend fjala bie thjesht ndonjëherë kur dëshiron një sevap në javë ose ku diun çka. Do thotë e ka ibadet të rregullt, e ka ibadet të pandashëm që ai rregullisht falet me xhamat, do të nuk ka ndonjë musliman që e bën xhamin vend të vetin për namaz dhe dhikr, vetë Allahu subhanahu wa taala gëzohet me ardhin e tij, gëzohet me namazin e tij me xhamat. Gëzohet thot ashtu siç gëzohen të afërmit për kthimin e të dashurit të tyre kur kthehet nga udhëtimi. Sigurisht na pohon Allahu subhanahu wa taala një pritje me gëzim, një pritje me gëzim nga i madhreshmi subhanahu wa taala. Dhe kur ai madhruar qoftë i pret robërit e tij kësaj me gëzim, imagjino se si mëshiron, imagjino se si i fal, imagjino se si i mbulon me mirësitë e tij, imagjino se si i mbulon me të mirat e tij. Dhe krejt kjo për shkak të madhrimit të namazit, duke falur atë do thot me bashkësinë, me xhamatin e muslimanëve.